me që gjatë gjithë ditës mund të kemi një etje pak më të shtuar se normalisht, sa mund të dëmtojmë organizmin nëse pim në shpejtësi disa gota ujë pa ndërprer? Ose a ka një agent, një protokoll të pirjes së ujit? Nuk ka nevojë me pi disa gota ujë pa ndërprer. Realisht secili le të llogarit 0.30 ml për kilogram peshë trupore, edhe kjo është masa ujë që i duhet prej iftarit deri në sefer. Që në kupton, një gotë ujë, afërsisht 300 ml para se me fillu iftarin, gjatë iftarit patjetër me qenë supa, edhe mu fokusu që me pas domate, kastravec, më thonë perimet që kanë sasi edhe të ujit, mrapa iftarit muj me pi qaj, muj me pi edhe ujë, edhe me kompenzu deri në sefer sa rrinë qutë është fjala. Kur zgjohë me njëherë në sefer, atër preferohet me pi ujë, njëjtë deri në 300 ml dhe realisht kur e përfundon 2 deri në 3 hurma, preferohet deri në 3 hurma edhe një gotë ujë. Ju ma mas se 300 ml. Pse? E rëndësishme është sepse vesha e liron hormoni, një lloj hormoni që është, do të thënë, i cili indikon për mirujt langjet, edhe në njëjtën kohë ajo kryen funksionin e vet njëjtë sikur edhe me pas langje edhe ujë, detoksifikohet. Do të thënë, roli kryesor është detoksifikimi i melçisë, edhe të njëjtën kohë edhe i veshkave gjatë agjerimit. Nuk kemi nevojë me marrë sasi më të lartë ujit, duhet mi ndru shprehit jo të mira që pe largojnë ujin.